Tok me male e lumenj të rëmbyer, tok me fole e vatra si të shqipeve, ku flitet gjuha e shqipeve. Për shkrimin e Shqipes të dhënat shtrije në shekuj, kronikani Guillem Ade informonte që më 1332 se shqiptarët kanë një gjuhë krejt tjetër dhe krejt ndryshe nga latinishtja, megjithatë kanë alfabetin latin në përdorim. Si kudo në Arbëri, edhe në trevat e Kosovës punuan autor vendas, Andrea e Pjetër Bogdani, Mazreku, Kazazi e të tjerë. Shumohen pishtarët e dritës, pushtimet e huaja ndonë se penguan hapjen e shkollëve në trevat shqiptare, nuk mundën t'i shuanin ato. Mbyllet e rënohet shkolla e lashtë e Kurbinit në Kruj. Hapet disa vjet më vonë ajo e Planës. Rënohet shkolla e Blinishtit në Lezhë, por mësimi i gjuhës së shkruar shqipe trashëgohej nga një brez tek tjetri në mënyrë të fshehtë. Autorët e vjetër shqiptar, Budi, Bardhi, Bogdani, morën rrugën për në shtypshkronjat e Venedigut, Padovës, Romës, për të botuar gramatikat, fjalorët e veprat të tjera shqip. Historianë të ndryshëm shqiptar dhe albanolog të huaj kanë rënë në gjurmë dhe kanë zbuluar se qendra mësimore shqipe, mësonjtore dhe më vonë shkolla kanë funksionuar pa ndërprerje. Në Prizren e Pej, kish shkollë përpara 1840-s, në Strugë Gilan rreth 1846-s, në Gjakov më 1851, në Janiev shkolla u rihap më 1857. Botimi i veprave me karakter mësimor si gramatika Andrea Bogdanit, fjalori i Bardhit, struktura e ndërtimit të veprës së Pjetër Bogdanit e tjerë dëshmojnë për këtë. Bogdani ish nga Prizreni, më 1685 botoi Cuneus Profetarum, ku në mes të tjerash shkruan. Ajo është fort e goditshme, me latin e me shqip, me të kanë mësuar nxënësit shqiptar. Uji është i shpërndarë në Tete, Lumej, Kroje, Baraka, Re, Liqej. Të tre gjendjet e tij nuk kanë ngjyrë, po qese ndonjëherë del nga dheu, si që ndodh në Janiev, Shkup ose në Vëbardh, kjo vjen se kalon në damar dheu që kanë minerale. Ai shkruan me dashuri për vendlindjen. O Prizren, qytet i bukur, o Prizren, qytet i lashtë, malet, krojet, ujvaret e tua. Bogdani vdiq në Prishtinë më 1689. Me krijimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, filloi një etapë e re në zhvillimin e arsimit në gjuhën anëtare shqipe, si për nga shtrirja ashtu dhe nga përmbajtja e saj. Rëndësi të veçantë
pati rezoluta i lidhjes shqiptare të Prizrenit e 1878-s, e formuluar nga Degja e Librës, ku kërkohej që në punësit të dinin gjuhën shqipe. Në klauzolat e tjera kërkohej të organizohej arsimi shqip e të siguroheshin fonde për mbajtje në këmbë të shkollave shqipe. Në këtë kuadër, arsimi mori zhvillim duke kapërcyer pengesat panumërta për sigurimin e teksteve e kuadrove. Botohet alfabetari e Stambollit, vepre përbashkët e Samiut, Janevretos, Pashkovasës e Kotohoxhit, që u përdor në tërë trevat shqiptare. Mësonjitoria kombëtare e Korçës, e para e këtij lloji e hapur më 1887, u bë model për shkollat e tjera që çelen. Vjeshta e vitit 1889. Shtypi shqiptar njofton me gëzim hapjen e një mësonjitoreje të re kombëtare, atë të Prizrenit. Në krye të mësonjitores së Prizrenit qëndroi atëdhetari i njohur dhe gjuhëtari i shquar Mati Logoreci. Këtu punoi dhe mësuesi Lazar Lumezi, i njohur me emrin Lazar Shkollari. Drejtuesi i mësonjitores së Prizrenit, Mati Logoreci, dhe Lazar Lumezi qenë edhe autor tekstesh. Dy vjet pas asaj të Prizrenit, më 1891, hapet shkolla e vashave në Korç nga motrat Qiriazi. Shkollës shqipe e mësimit në gjuhën amtare i shërbyen shumë mësonjës. Sali Gjuka, mësues. Ahmet Gashi, mësuesi merituar. Mësuesit e tjerë Bajo Topulli, Murat Gjakova, Sadi Pejani, Sali Ceka e Zefarapi. Mësues e gazetari njohur Salini Vica. Kishikur vera. Fushave gjithë natyrës, një sidori ka rëmbyer ngjyrat e thella dhe i ka lënë vetëm arin, argjendin e purpurt. E dërurët çfarë të qofshin, kanë rritur e pjekur frutat. Një zhvillim të ri mori arsimin e gjuhën shqipe në zonën e Dibrës. Tek kjo shtëpi e vogël, karakteristike në Dibër, pse hit Najdeni, apo siç e quante populli, Hoxhvoka, u mësoi nxënësve gjuhën shqipe që me 1888. Me të dalë nga burgu e internimi në Edrene, Said Najdeni boton abetaren dhe ferfenjësin e muslimanëve. Në vazhdim të rrugës së rilindasve, ai jepte shumë rëndësi diturisë. Armiqt kundër nesh, më të madhe në armë kanë diturinë. Në organizimin e mësimit shqip morën pjesë edhe gratë. Razia Najdeni vazhdon punën e Hoxhvokës. Në mbarim të shekullit të 19 filluan të shtypen tekstet edhe nga vetë mësuesit shqiptar. Të tillë kemi për shembull abetaren e Zymit, që është përdorur në këtë qendër më 1900, kurse vetë qendra siç dihet ka ekzistuar që më 1880. Përfaqësuesi i Portës së Lartë Nuribeu shkruante: Të premtojmë se shqiptarët e kësaj krahine do të bëhen të urtë e të arsyeshëm, sepse murit me kokë nuk i bijet, turbulluesit më nuk janë. Në ndihmë të Allahut të shpresojmë. Hamdi Ohri edhe në burg e shndroi qelin në një shkollë të mësimit të shqipes. Internimi nuk më tremb. Në kthinën e burgut jemi 50 vet. Vështirë marrim frymë. Ç'pamje të mërshme. Po ja mësime gjuhë shqipe në burg. Në qoftë se e ke portretin e Abdyl Frashërit, të lutem manis. Ish kreti bab, se din se unë për dashurinë të dheut sakrifikoj edhe atë. Shtjefën Gjeçovi, gjithë jeta dhe vepra e tij ishin një thirrje fort për mëmdheun e për gjuhën shqipe. Në veprat që botoi e shkollat që hapi në Laç, Zym, Gjakov, Gomsiqe, në zarat të Dalmacisë e tjerë, ai luftoi që shqipja të konsolidohej e të përtërihej. Ai
se pushoi luftën për asnjë qast, edhe kur e penguan dhe kërcënuan. Ja si I shkruan një miku. I mërzitun u largova prej asajane, sa do me zemër të depërtume e që më digjet e reshket për dit të I mu pakue prej malit. E mos u kthefsha shpejt, ke për të ndi se atë shtjefni vdiq. Shtjefnin e vran, si që vran e zhdukën shumë mësus, pishtar të dritës, por gurat rodhen nga malet e sollën ujëra të reja. Viti 1908 lidhet me kongresin e Abes në manastir, ku morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare e ku u vendos përfundimisht për alfabetin. Pas lidhjes shqiptare të Prizrenit, ky kongres, që një fitore e madhe për lëvizjen patriotike, arritja e një alfabetit përbashkët do të lehtësonte tani e tutje punën e botimeve të ndryshme dhe atyre të shkollës. Ja të shkruan Luigi Gurakuqi, nën kryetar dhe antar I Komisionit për hartimin e alfabetit. Bashkë me 3 shokut shkuam në Shkup, dhe atje mbetëm shumë të kënaqur duke parë shqiptarët që përpiqen për të liruar gjuhën tonë. Ju lutemi që të bisedoni dhe të pleqëroni edhe me të tjerët që të bëhet një kongres. Në kujtimet e njërës prej motrave Qiriazi, parashqevis që ishtë delegate në kongres, janë këto radhë. Për të luftuar punën e vlefshme të kongresit, Gjon Turqët nisën fushatën kundër ABC-s shqipe dhe shpejt botuan një ABC me shkronjë arabe. Shkrova më njerë dhe shumova vendimin për alfabetin ton, I cili u prap në të gjitha anët. Më 5 të vjeshtës së tretë parashqevi Qiriazi shkruante përsëri. Ky libër I vogël me 32 faqe dhe me 18 fytyra është radhitur bukur. Abetarja vërtet kushton 20 para copa, por u shpënda shpejt, gratis, jo vetëm tek arsimtarët, por edhe tek nxënësit e shkollave shqipe. Në shkollat e Kosovës u përdorën jo vetëm tekstet e shtypura në manastir, por edhe ato të ardhura nga kolonitë shqiptare të Bukureshtit, Sofjes e tjerë. Ja që tregon e bia e patriotit Sali Gjuka. Jam vajzë Sali Gjukës nga Peja. Baba im, për veprimtari patriotike, u zgjoth nga populli I Pejës, Plavës dhe Guxis për të përfaqësuar këto vende në kuvendin e Vlorës. Kuvendi, më vonë, e ngarkoi me detyrën e inspektorit e arsimit për rreth në Berat. Me iniciativën e tij, ka hapur disa shkolla në Berat, ndërmjet tyre dhe një normale, nga e cila kanë dalë shumë mësues edhe për në Kosovë. Patrioti Sali Gjuka u shqua si mësues dhe si gazetar. Nëpërmjet gazetës Bashkimi I Kombit që drejtonte, ai shërbente shumë çështjes së gjuhës shqipe dhe arsimit. Në shtypin e kohës ka shumë njoftimi për abetarin e parashqevi Qiriazit, njoftime nga aktiviteti I klubit qendror të manastirit mbi mbledhjet për gjuhën shqipe, miting I madh në Korç ku marrin pjesë mbi 12.000 shpirt për mbrojtjen e gjuhës. Shtyp shkronja Bashkimi I Kombit boton tekste, kanonizma e tjerë. Nga Stambolli vjen nga një grup patriotësh abetarja me gërmat shqip. Mësonjësi I merituar dhe piktori I popullit Abdurrahim Buza kujton. Për me mësu gjuhën, I kemi pas një mësues, Ibrahim Femija. Aja kishte në xhamie, kishte një otë të vogël, në atë otën e vogël ai kishte vënë disa stola, edhe postëqi, neve uleshëm postëqi, edhe në stola e kishim ato, e kishim Koranin. Në Koran e majshëm sheftas abetarën. Po të nazishin neve me abetarën në dorë. Ja I që është në sërgjën atë aty, ose I zhdukëshin për gjithë një. Mos I në mësën të pak me abetarën mësën, atëhere në thënë të adë të këndojmë të ashti, edhe në mërë të kongën e pasapashës, ama I Shqipënije me Shqipënije, ata I mësëshim nga di përmensh, ka të mësu nga di krejt. Librat vishin nga Samolli, nga Bukureshi edhe nga Sofja. Nga Shkupi, unë shkova në
Gjakov. Ati në Gjakov, kështë që fjallë barë mësori, kështë kërku ja 4 djemë. Në atë kohët më kështë në shënu edhe mu. Ertë kohët, dole më shërtas neve, kalëm Kofinin, po Kofini ishte atjerë në atë kohë ishte me Drinin. Disa kujtime nga mësonjësi merituar Ahmet Gashi. Bajram Curin, ose në Bajram si i thëshim atërën në Kosovë, herën e pare kam taku në shtëpinë e një shokut tem, bashën zonës. Isha i vogël atërë, u gëzova fort kur e pash. Ma viti afer, më këshilloj që t'jem gjithmonë i mirë në mësime, po mësime t'i përdor për dobine shqiptarisë. Mos haro kur orbir më tha, se jemi shqiptar edhe duhet të punojmë për Shqipëni. Lajmi për hapjen e normales Elbasanit nxiti forcat patriotike të hapnin shkolla të reja. Me ndihmën e Bajram Beut, në Gjakov po hapet me i tepi shqip. Për arsimimin e kosovarëve ndihmoi shumë edhe Hasan Prishtina. Ka që madhë që gëzimi që ndjeu gjithë Shqipëria për hapjen e kësaj shkolle, sa pa kaluar shumë javë, më shumë se 100 djemë të ardhur për gjithë anësh, të Kosovës, Shkodrës, Manastirit e Janinës, nisën mësimet në këtë shkollë, e cila filloi punën me 3 klasë. Mirë se na qofshi të ardhun o djemë të Kosovës trimoshe. Mirë se na qofshi të ardhun o shpresat e gjalla të atë dheu tonë. Në kongresin e dytë që u mbajt në manastir më 1910, Petro Nini Luarasi, si përfaqësonjësi e Govanit, Bellkamenit dhe shoqërisë Lidhja Ortodokse, u zgjodh këtu shkronjës. Ai mbajti një fjalim të zjarrt për shkollën. Për Shqipërinë, për mëmëdheun ton të shtrenjtë që ka tani gjuhë të njësuar, të mos kursej mundin, djersën, gjakun ton. Dervishima, më 1899, botoi broshurën Të zgjohemi. Më vonë ai drejton disa organe. Pas 1908-s, kur në Kosovë e në vise të tjera shqiptare qenë hapur klube, shoqërie, shkolla, ai vazhdoi veprimtarinë si përfaqësonjësit e tjerë të rilindjes son kombëtare. Vetëm për një javë mëson të lexosh e të shkruash në gjuhën tonë amtare shqipe. Vetëm për një javë. Me sukses në drejtim të shkollës, u punua në Kumanov, ku në vargun e traditave u botua në formën e një separati, një material metodik për shkrimin e gjuhës shqipe. Kombi i shqiptarit është ndër dhenat Ballkanit më i vjetri. E përpara tij përmendet kurrë një komb tjetër. Aq i vjetër shqiptari sa historia nuk mund me diftue se kur kemi ardhur në këto vende. Nëntori i 1912-s, datë e shënuar për fatin e Shqipërisë. Vendimet e qeverisë Vlorës qenë një mbështetje madhe edhe për organizimin e arsimit kombëtar që zhvilloi në luftë kundër tendencave shkombëtarizuese dhe mohimit të gjuhës shqipe. Gjuhë të huaja akoma përplasnin kokën në muret e kishave e xhamieve. Bismillahirrahmanirrahim. 18. 11. Državi. Să ne starite. Să ne starite. Na Balkan. Dividite. Dividono. Dividono. Marginamente mai. Dividi. Kurse gjuha shqipe kish marrë dhem, ish ngjitur maleve, u shtonte në gjithë folet e shqipeve. Me nismat e patriotëve Bajram Curi, Sali Gjuka, Osman Shaqiri, Niman Ferizaj, Ibrahim Naxhi e të tjerë, edhe në Kosovë e vise të tjera shqiptare u hapën shumë shkolla. Vetëm në shkollën e Gjakovës që u rihap më 1914 me nismën e Bajram Curit, arritën të mësonin mbi 800 nxënës, me interesimin e Sali Gjukës
erdhe në këtë shkolla tekste nga Berati e Vlora. Më vonë në Gjakov u hap edhe një shkollë për vajza dhe kursi kundër analfabetizmit. Dy shkolla fillore që u hapën në Pej morën emrat Skanderbej e Haxhizeka. Peshtar dritë e arsimi u ndezën ndërkaq në Shkup, Istog, Vuqitern, Plav, Prishtinë e me radhë në shumë qytete e fshatrat Kosovës e vise të tjera shqiptare. Mbaron vjeshta e tretë e bëhet gati të vijë dimri. Por moti po mbani mirë. Vjeshta me mot të mirë, thot një fjalë urtë sjell mbarsinë e dimrin, pranverën e verën që vjen. E ky vit e vitet që do të vinë, do të kenë edhe më shumë përpjekje e luftë për mbarsi e dritë.